تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falenderojmë Allahun për dhuntitë e tij të shumta. E falenderojmë Allahun për me falënderime të njëpasnjëshme të përsëritura dhe të pandërprera për çdo mirësi që na i ka dhënë dhe për këtë mundësi që na i ka dhënë për këtë tubim, ku besoj që dëgjuam përkujtime të dobishme dhe fjalë të dobishme gjithashtu prej vëllezërve tuaj. E lutim Allahun që ato të na bëjnë dobi neve në dunja dhe në ahiret, edhe ato që do të dëgjojmë prap nga vëllezërit tanë dhe nga dietarët dhe mësuesit tanë gjatë ditës së sotme dhe gjithmonë të kemi përfitim për atë që me të cilën e arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Në këto mësime që kalun, besoj dëgjuat këshillat shumta për përforcimin në sunnet, në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në ruajtjen e udhëzimit. Edhe tema të cilën e kam unë gjithashtu kontribuon në këtë aspekt, pasi ruajtja e udhëzimit është ose dhuntia e udhëzimit varet shumë nga afërsia e njeriut me Zotin e tij subhanahu wa taala. Ai njeri të cilit Allahu ja ka dhënë këtë mirësi të madhe që të jetë pasuesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndjekës i menhexhit të sakt të selefëve tan, të parëve tan të devotshëm, menhexhit selefi, duhet ta ketë parasysh se me këtë menhexh të cilin ja ka dhuru Allahu subhanahu wa taala, duhet vazhdimisht t'i afrohet Allahut. Edhe nuk ka dyshim se prej cilësive të robërve të mirë të Allahut, të cilët Allahu i ka lëvduar në Kur'an dhe i ka lëvduar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej vetive të tyre është që ata bëjnë më shumë vepra të mira, se ata ruhen prej zemrimit të Allahut, ruhen prej çdo gjë që zemron Allahun, dhe ajo që zemron Allahun është mangësia në zbatimin e urdhrave të Allahut ose rënia në atë që Allahu e ka ndaluar. Prej cilësive më të shquara të robërve të devotshëm të Allahut subhanahu wa taala është nxitimi edhe bërja e garave, do të thënë për vepra të mira. Ka thënë Allahu për pejgamberët dhe pasuesit e tyre: innahum kanu yusari'una ila al-khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Do thot ata ishin që nxitonin dhe garonin për vepra të mira, na luteshin ne me frikë dhe me shpresë, wa kanu lana khashi'in, dhe ishin të përulur në adhurimet e tyre, ishin me përullësi dhe frikë nga respekti.
Pra ajo cilësi që i dallon pejgamberët e Allahut dhe pasuesit e tyre është nxitimi për vepra të mira, edhe tentimi dhe orvatja e përhershme që secili t'ja kaloj tjetrit në bërjen e asaj që afron më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe me këtë që t'jetë garues dhe parakalues për në xhenetin e Allahut, cilin Allahu e ka përshkruajt në Kur'an dhe ka thënë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", pra nxitoni ose garoni për të arritur faljen prej Zotit tuaj, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, do të thënë dhe për të arritur xhenetin, gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka, uiddat lil muttaqin, që është përgatitur për të devotshmit ose për të ruajturit. Pra nxitoni, garoni për arritjen e faljes së Allahut dhe xhenetit, gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka, që është përgatitur për të devotshmit. Dhe ata të devotshëm janë alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Ata të cilët japin prej pasurisë së tyre kur kanë pasuri të gjerë, kur kanë gjerësi dhe kur kanë vështirësi, kur kanë nevojë. Domethënë, lëmoshat që i japin nuk është vetëm prej asaj që nuk nevojitet, por është edhe kur kanë pasuri të gjerë, edhe kur kanë ngushtim dhe nevojë për atë të cilën e japin. Wal kadhimin al ghayz, edhe ata të cilët e përbin hidhrimin ose inatin ose mlefin, wal afina anin nas, dhe ata të cilët u falin njerëzve, wallahu yuhibbul muhsinin, dhe Allahu i do bamirësit. Thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Ata të cilët kur bëjnë një të keqe ose i bëjnë padrejtësi vetes, e përkujtojnë Allahun, u kujtohet Allahu, fastaghfiru li dhunubihim, dhe kërkojnë falje për gjunahet e tyre, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, edhe kush është ai që i fal gjunahet përveç Allahut. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dhe ata nuk këmbgulin në veprat e këqija që i kanë bërë, duke e ditur se janë gabim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Shpërblimi i tyre është falje prej Zotit të tyre dhe xhenete për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Wa ni'ma ajrul amilin, dhe shpërblimi më i mirë është shpërblimi i atyre që veprojnë. Pra, ata të cilëve Allahu u ka dhuruar dhuntinë e udhëzimit, këtë dhunti duhet ta shfrytëzojnë që ta falenderojnë Allahun duke bërë vepra të mira. Dhe në këtë mënyrë i afrohen më shumë Allahut dhe kështu ushtohet edhe më shumë udhëzimi. Në të kundërtën, me largim prej Allahut edhe me bërje të veprave të këqija, të cilat nuk i do Allahu, njeriu i dobësohet udhëzimi edhe në fund Zoti na ruajt edhe devijon. Imam Buhari në Sahihun e tij ka transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha qal, pra Allahu thot ose ka thënë: Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma armiqson një mik timin, unë ati i shpall luftë. Do thot, ata të cilët u bojnë padrejtësi miqve të Allahut, robërve të nënshtruar të Allahut, prej dietarëve, prej atyre që thrasin rrugën e Allahut, prej atyre që bëjnë vepra të mira, ata të cilët kanë armiqësi ndaj njerëzve të udhëzuar, ata janë luftë me Allahun subhanahu wa taala. Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Do thonë, kush më armiqson mikun tim, unë ati i shpalli luftë. Edhe kjo është një fjalë që e ka thonë Sheikh Rabia, hafidhahullah, në lidhje me
me këto fitne që janë duke ndodhur, ka thënë ata njerëz janë në luftë me Allahun. Do të thonë ose kundërshtar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe është ignorantët edhe mendjelete kanë bërë këtë çështje, kanë fluturuar me këtë, edhe e kanë akuzuar Shekh Rabin se i bën tekfir kundërshtarët e tij. Dhe kjo nuk është e vërtetë, sepse lufta me Allahun është në shkallë të ndryshme, në secilën luftë, ai që lufton në secilën shkallë, do të thonë ai që lufton me Allahun është i humbur dhe i dështuar. Njeriu duhet i ruhet kësaj. Mirëpo një prej atyre shkallëve është armiqësimi ndaj robërve të mirë të Allahut. Thot pra Allahu: "Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb", kush më armiqson mikun, unë i shpalli atij luftë. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi", edhe nuk ka ndonjë vepër me të cilën më afrohet mua robi më shumë se sa ajo të cilën ja kam bërë obligim. Do të thënë mënyra më e mirë për të afruar Allahut është me zbatimin e obligimeve që ne ka detyruar ose obligimet me të cilat na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj njeriu vazhdon pas kryerjes së obligimeve, vazhdon të afrohet. Thot: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba", edhe vazhdon robi im të më afrohet me nafile, me adhurime vullnetare, derisa unë ta dua. "Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi", kur unë ta dua atë, atëherë unë jam dëgjimi me të cilin ai dëgjon, "wa basarahu alladhi yubsiru bihi", dhe shikimi me të cilin ai shikon, "wa yadahu allati yabtishu biha", edhe dora me të cilën ai prek, "wa rijluhu allati yamshi biha", dhe këmba me të cilën ai ec. Do të thonë, atëherë Allahu i bën të gjitha shqisat e njeriut dhe të gjitha gjymtyrët e tij në shërbim të adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë njeriu nuk shikon tjetër përveç atë që e kënaq Allahun, nuk dëgjon asgjë përveç asaj që e kënaq Allahun, nuk shkon askund përveç aty ku Allahu është i kënaqur që të shkojë, e kështu me radhë. Dhe kjo është shtim i dhuntive të Allahut. Si ka thënë Allahu gjithashtu në hadithin tjetër kudsi, ka thënë: "Kur më afrohet robi mua një plomb, unë i afrohem atij një parakra, një kut. Dhe kur më vjen robi duke ec, unë i shkoj atij duke vrapuar." Që do të thotë se nëse robi afrohet me vepra të mira, nëse afrohet me obligime, atëherë Allahu, nëse afrohet me kryerjen e obligimeve, do thotë Allahu ja hap atij derën e shtimit të adhurimeve vullnetare. Dhe nëse fillon të ec ngadal duke ju afruar Allahut, atëherë Allahu ja shton edhe më shumë udhëzimin dhe dashurinë, saqë ai fillon të vrapoj. Pastaj kur të filloj të vrapoj dhe të afrohet Allahut, Allahu i hap edhe më shumë kënaqësi dhe mirësi, edhe më shumë mundohet të afrohet Allahut, pra derisa të bëhet prej miqve të vërtet të Allahut. Edhe kur të jetë në këtë gjendje, thot: "Wa in sa'alani la u'tiyanna", nëse më kërkon diçka, unë do t'ja jap, "wa la in ista'adhani la u'idhanna", edhe nëse strehohet tek unë do ta strehoj. Atëherë njeriu në këtill nuk e dëmton askush, pa marrë parasysh sa të fuqishëm janë armiqt dhe sa është numri i madh i tyre, atëherë ai është në mbrojtjen e Allahut dhe është në miqësi me Allah, është partia e Allahut. "Ela inna hizballahi humul muflihun", kurse ta dini se vetëm partia e Allahut janë të shpëtuarit. Pra, mënyra më e madhe për të afruar tek Allahu i lartësuar është kryerja e obligimeve. Kryerja e obligimeve në atë mënyrë të cilën e ka kërkuar Allahu, në atë mënyrë që kërkohet me sheriat. Ky është obligim për secilin musliman. Do të thonë, kryerja e obligimeve në formën që kërkohet në sheriat është obligim për secilin musliman. Prandaj secili prej nesh duhet të jetë i kujdesshëm që mos lërë mangësi në obligimet me të cilat na ka ngarkuar Allahu,
obligime që janë detyrë pra për secilin musliman, por t'i kryej ato në mënyrën më të plot ashtu si kërkohet me shariatin e Allahut. Dhe ai njeri që i kryen obligimet, qofshin ato namazet ose agjerimet apo zekati e tjera obligime të thirrjes për në hak, urdhërimit për të mira, ndalimit prej të këqijave e tjera me radhë, ai njeri që i kryen këto obligime ashtu siç kërkohet në shariat, kjo është shenja më e madhe, më e dukshme e suksesit të tij, edhe shenja më, do të thonë suksesit që ja ka dhënë Allahu, dhe shenja më e madhe për mirësinë edhe gjendjen e mirë të atij njeriu. Thot Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, thot pra në përgjithësi, si përfundim, ai njeri që në raport me Allahun vepron me takwa, pra ruajtje prej zemrimit të Allahut, dhe ta'a, që do thot bindje ndaj Allahut, kur është në gjendje rehatie, atëherë Allahu në raport me të vepron me ndihmë në gjendje vështirësie. Do të thonë ai njeri që adhuron Allahun, i kryen detyrat ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur nuk ka vështirësi, atëherë kur do t'i vinë vështirësitë, Allahu do të jetë në ndihmën e tij dhe do të jetë Allahu, do të thonë, i butë ndaj tij dhe që do të kujdeset për të në mënyrën më të mirë. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot në librin al-Fawaid, thot robi gjithnjë është në gjendje, do të thonë, mes gjykimeve të Allahut në shariat dhe gjykimeve në caktim. Do thotë në secilën gjendje robi i Allahut ka të bëje me një gjykim të shariatit ose me një gjykim të caktimit të Allahut. Atëherë, thot, ai ka nevojë, madje është nevojë domosdoshme për ndihmën e Allahut. Do të thonë ai robi gjithmonë ka nevojë për ndihmën e Allahut që t'i kryej obligimet, t'i kryej ibadetet ndaj Allahut, sepse nuk ka mundësi të arrihet asnjë e mirë përveç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj do të thonë robi ka nevojë për ndihmën e Allahut në kryerjen e urdhrave të tij dhe ka nevojë për kujdesin e Allahut kur i vjen caktimi i tij subhanahu wa taala. Thot që Allahu ta ndihmoj që të ketë durim, të ketë qëndrueshmëri në ato situata kur ka vështirësi. Edhe thot, sipas sasisë me të cilën ai i ka kryer obligimet ndaj Allahut, aq i vjen ndihmë prej Allahut në situata të vështira. Prandaj nëse e bën, do të thonë, kryerjen e obligimeve në formën e plot, edhe në aspektin e dukshëm, edhe në aspektin e brendshëm, atëherë i vjen ndihma e Allahut e plot edhe në aspektin e dukshëm, edhe në aspektin e brendshëm. Do të thonë që njeriu kur e kryen obligimin, e kryen formën e namazit në mënyrën e plot, por edhe e kryen aspektin shpirtëror të namazit, për shembull, namazit ose cili do ibadet, në mënyrën e plot. Atëherë kur t'i vi një vështirësi, një prej sprovave që janë të caktuara në kaderin e Allahut, atëherë Allahu e ndihmon edhe në pamjen e jashtme, që është njeri i cili nuk shihet se është i dëshpëruar ose i shkatruar nga një goditje e kaderit, por edhe ndihma është e plot për ta, edhe në aspektin shpirtëror, që me të vërtet me zemër është i stabil, i qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Por, thot, nëse njeriu i kryen obligimet, pra thot Ibn Qayyimi, nëse i kryen obligimet vetëm në pamjen e jashtme, atëherë i vjen ndihma e Allahut ndonjëherë në pamjen e jashtme, kurse
ka hise shumë të vogël prej ndihmës së Allahut në aspektin shpirtëror. Prandaj, do të thënë, mos çuditemi me njerëz që i shohim prej njerëzve më të mirë, edhe e shohim se sa të luhatshëm janë në momentet e sprovave ose të goditjeve të kaderit, që ne kemi mendu, do të thënë, natë që e kemi pa nga pamja e tyre e dukshme, se janë prej njerëzve më të mirë, se janë prej njerëzve më të fuqishëm, mirë po, si duket, ata këto vepra të mira dhe këto adhurime i kanë kryer vetëm në pamjen e jashtme. Prandaj, ndihma ndaj tyre vjen prej Allahut subhanahu wa taala, diçka prej asaj që është e dukshme, mirë po në aspektin shpirtëror, ndihma e Allahut për ta është shumë e vogël ose nuk i vjen. Prandaj, me këtë kuptim edhe me këtë shikim të mprehtë, kanë parakalu gjeneratat e para, sahabët dhe imamlarët e fesë, të dijes. Imam Ahmed ibn Hanbal i ka kry obligimet e Allahut ashtu si duhet, prandaj Allahu e ka ndihmu në sprovën e madhe, të cilën e ka përjetu dhe ka qenë i paluhatshëm, edhe pse në pikpamjen e mundësive njerëzore, ndoshta është e pabesueshme se si ka qëndru në atë sprovë aq të rëndë. Por pasi i ka kry obligimin ndaj Allahut, edhe në atë që është e dukshme, edhe me të vërtet në aspektin shpirtëror, atëherë Allahu e ka përforcu në momentin kur ka pas më shumë nevojë për ndihmën e Allahut. Prandaj, këta njerëz, sahabët edhe këta imamlar të dijes në fe, kanë kalu në shkallë shumë më të larta, edhe dallimi mes nesh dhe atyre është dallim shumë i madh, sa prej toke deri në qiell. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah në librin e tij Al-Fawaid, se një njeri i ka thënë Hasan al-Basriut, ka thënë na kanë parakalu njerëzit, do të thënë e ka për qëllim sahabët, na kanë parakalu ata me kuajt e shpejt, kurse ne jemi në gomar të plagosur, të lënduar. Do të thënë, sahabët me veprat e tyre kanë kalu këtë rrugë me të vërtet sigur kuajt më të shpejt, më cilësor, kurse ne ecim sigur me një gomar të lënduar, ose që çalon. Atëherë i ka thonë Hasan al-Basri, in kunte ala tariqihim, fema asra al-lihaqa bihim. Nëse ti je në rrugën e tyre, së shpejti do t'i arrish. Do të thonë, edhe nëse kanë kalu përpara shumë kohë në një rrugë dhe janë në atë rrugë, nëse ti vazhdon me qëndrueshmëri në atë rrugë, edhe pse mundësitë e tua janë më të vogla, edhe shpejtësia jote është më e vogël, nëse vazhdon vazhdimisht në atë rrugë, ndonjë ditë do t'i arrish. Edhe ne lutim Allahun që ti arrim këta njerëz në Xhennetul Firdaus me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj njeri i mençur është ai i cili interesohet ta shpëtoj veten e vet, interesohet ta blej veten e vet, sepse siç thuhet, do të thonë tregu është i hapur, edhe çmimi është i arritshëm. Pra, në këtë dunja njeriu është sigur në tregti, sigur ka hyrë në një treg, edhe duhet të blej sa më shumë, do të thonë prej asaj që i bën dobi. Dhe përderisa njeriu është në dunja, tregu vazhdon të jetë i hapur. Nuk duhet askush të dëshpërohet edhe të largohet prej kësaj rruge. Pastaj kush e analizon jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve, sheh në jetën e tyre çuditëra. Do të thonë sheh ndodhi të çuditshme që ndoshta njeriu pyetet, a kanë qenë edhe ata njerëz sikur ne, do të thonë prej gjaku dhe mishi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendëm, do të thonë është fal gjithë natën
ka qëndru në këmbë aq gjatë sa prej entjes së këmbëve i kanë pëlcar këmbët, do të thënë i është çar lëkura e këmbëve, edhe kur i ka thonë, kur dikush tjetër ka ndjekë çardhje për ta, do të thënë i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, pse e lodh kaq shumë veten kur Allahu ti ka falë gjitha gjunahet, edhe ti, do të thënë, je garantuar se do të shkosh në xhenet e kështu me radhë. Ka thonë, e fela e kunu abden shakura, a mos t'jem unë falenderues ndaj Allahut. Thot, a mos bëhem, pra, pasi mi ka dhënë Allahu gjithë këto mirësi, mos t'jem rob falenderues. Ka thonë Aisha radhiyallahu anha gjithashtu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë e ka lodh vetveten, e ka lodh trupin e tij në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë vazhdimisht ka qëndru në këmbë përpara Allahut, duke lexu Kur'an, duke bë lutje, derisa është do të thënë ka arrit mos shumë të madhe, edhe ju ka dobësu trupi, atëherë në shumicën e rasteve është falur ulur. Nuk është tërheq prej namazit, por e ka bërë atë që ka pas mundësi. Do të thënë vazhdimisht e ka mundu trupin, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fa idha faraghta fansab. Do të thonë kur të mbarosh me da'wan, me thirrje, kur ta kryesh atë pjesë të obligimit, atëherë qëndron këmbë, wa ila rabbika farghab, edhe mundohu që të afrohesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Said ibn al-Musayyib, një prej imamëve të tabiinëve, thot për Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabin radhiyallahu anhuma, thot mata wa ma ahadun ahabbu ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minhu. Thot kur ka vdek Abdullah ibn Omeri, nuk ka pas ndonjë njeri që un kam pas dëshirë më shumë ta takoj Allahun me veprat e tij se ibn Omeri. Do të thonë prej veprave që i ka bërë, pra nxënësit e tij, tabinët, kanë pas dëshirë që Allahun ta takojnë me vepra sikur veprat e Abdullah ibn Omerit. Thot Asad ibn Wada'a, gjithashtu prej tabinëve, thot kana Shaddad ibn Aus, pra Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, thot kur shkonte në shtratin e tij, dukeshte si kokra e grurit në një tigan të nxehtë. Edhe pastaj thoshte, Allahumma inna an-nara qad mana'atni min an-nawm. O Allah, xhehenemi ma pengon gjumin. Pastaj ngrihej dhe falej gjithë natën. Do të thonë nuk është rahatu në shtratin e tij, edhe e ka marrë atë pjesë të domosdoshme, të patjetërsueshme prej çlodhjes, edhe shumë shpejt është ngrit, edhe ka vazhduar me namaz, si ka thonë Allahu kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, do të thonë ata një pjesë shumë të vogël të natës shtriheshin në shtrat, wa bil asharihum yastaghfirun, kurse në kohën përpara sabahut bënin istighfar edhe kërkonin falje tek Allahu. Abdullah ibn Mubarak transmeton nga Ishaq ibn Meysara, thot se Amr ibn Shurahbil kur shkonte në shtrat fillonte të çaj. Pastaj thoshte, ja lejte ummi lem të lidni, më mirë, nana mos të më kishte lind. Dikush i ka thonë, pse thua kështu? Ka thonë, sepse na ka ardhë lajmi se do të shkojmë deri te xhehenemi, por nuk na ka ardhë lajm se do të largohemi prej tij. Ka thonë Allahu, wa in minkum illa wariduha. Do të thonë, secili prej jush do të shkojë te xhehenemi. Kana ala rabbika hatman maqdiya, do të thonë kjo është urdhër i prerë i Allahut ose gjykim i prerë prej Allahut subhanahu wa taala. Lidhje me këtë ajet, thot Imam Sa'di rahimahullah, thot kjo është fjalë që i drejtohet të gjitha krijesave, edhe njerëzve të mirë, edhe njerëzve mëkatar, edhe besimtarve, edhe kafirve, mos besimtarve, secili prej tyre, do të thonë askush nuk do të mungoj prej xhehenemit. Secili do të shkojë te xhehenemi. Edhe ky gjykim
është gjykimi prerë i Allahut subhanahu wa taala, të cilin Allahu ja ka bërë obligim vetes dhe me këtë i ka kërcënu robrit e tij. Prandaj kjo fjalë, ky gjykim patjetër do të zbatohet. Nuk ka mundësi të largohet zbatimi i tij. Yerhamukallah. Por thot Saadi rahimahullah, ka mendime ndryshme mes dietarëve çka do të thot shkuarja te xhehenemi, urud, do të thonë ardhja te xhehenemi. Ka disa prej dietarëve kanë thonë se xhehenemi do t'i sillet të gjitha krijesave, do të sillet pranë tyre, saqë të gjithë do të shqetësohen prej tij, edhe do të tmerrohen prej tij. Pastaj Allahu i shpëton të devotshmit edhe i hedh ata që kanë qenë mëkatar. Disa prej dietarëve kanë thonë se shkuarja në xhehenem do të thonë hyrja. Pra secila krijesë do të hyjë në xhehenem, edhe mirëpo për besimtarët do të jetë i ftohtë dhe shpëtim, kurse për mosbesimtarët dhe mëkatarët do të jetë dënim. Disa prej dietarëve kanë thonë se shkuarja te xhehenemi do të thonë kalimi mbi urën mbi siratin, i cili është mbi trupin e xhehenemit. Do të thonë është mes brigjeve të xhehenemit dhe atë urë secili duhet ta kaloj. Do të thonë gjitha këto janë komentime për të cilat ka menduar ky rob i devotshëm, edhe ka thonë pra ne jemi të informuar se secili do të shkojë, por askush prej nesh nuk është i informuar se do të dalë edhe do të largohet prej xhehenemit. Në te sirati, do të thonë ata që pra të gjithë do të kalojnë mbi siratin, disa prej tyre do të kalojnë më shpejt, disa më ngadalë, varësisht prej veprave të tyre. Dikush kalon sa me shpejtësinë e shikimit, dikush me shpejtësinë e erës, dikush si kuajt më cilësor, dikush si vrapuesit më të shpejt, dikush vrapon, do të thonë me vrapim mesatar, dikush ec dhe dikush zvaritet zvar mbi të. Edhe dikan e kapin gremçat të cilat i hedhin me lajket dhe me to e hedhin në xhehenem, Allahu na ruajt prej tij. Secili do thot shpëtimin prej xhehenemit e ka varësisht prej devotshmërisë së tij. Do të thonë, pra kuptimi është se secili do të shkojë te xhehenemi. Por kur do të shpëtoj dhe a do të shpëtoj, mvaret prej devotshmërisë së tij. Thot Imam Auza'i, thot ai i cili rri kohë të gjatë në namazin e natës në kamp, atij do t'i lehtësohet qëndrimi në kamp në ditën e gjykimit. Edhe kjo është një çështje që për cilën jemi informu, pra të gjithë do të qëndrojnë kohë të gjatë në ditën e gjykimit, do të qëndrojnë në një ditë që është sa 50.000 vjet me llogaritjen tonë, edhe presin gjykimin prej Allahut subhanahu wa taala. Mirpo, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secila shpërblimi vjen nga lloji i veprës. Do të thonë siç e ka bërë njeriu veprën, nga ai lloj do të shpërblehet me të mirë ose me të keqe. Edhe ai që ka qëndruar në këmbë kohë gjatë përpara Allahut, në errësirën e natës, në vetmin e dhomës së tij, për ta adhuruar Allahun, këtë qëndrim në ditën e gjykimit Allahu do t'ja bëj të lehtë. Thot Imam Ahmed për një prej tabiinëve, thot Ata ibn Sa'ib, thiqatun rajulun salihun kana yakhtimu al-Qur'ana kull layla. Thot Ata ibn Sa'ib është i besueshëm, njeri i devotshëm, i cili leximin e Kuranit e ka përfunduar çdo natë. Do të thonë çdo natë në namazin e natës. Ka thënë Said ibn al-Musayyib rahimahullah, gjithashtu prej të mëdhenjve të tabiinëve, ka thënë 30 vjet çdo herë kur ka thirr ezani, un kam qenë në xhami. Do të thonë 30 vjet ka qenë i përgatitur për kryerjen e namazit, edhe ka prit thirrjen e ezanit në xhami. Edhe kuptohet se kjo tregon kujdes për kryerjen e obligimeve. Ai njeri që shkon
ta pres namazin në xhami është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ribat, sikur me qenë duke prit në luftë për ta taku armikun. Edhe shpërblimi për këtë është shumë i madh. Dhe ai njeri që ka shku përpara ezanit, ka hyrë në xhami, sigurisht se avdesin e ka kry në formën më të mirë, sigurisht se e arrin tekbirin fillestar, që ka shpërblim shumë të madh, sigurisht, do të thonë me mundësi shumë të madhe është në safin e parë, e tjera, do të thonë shpërblime mbi shpërblime. Thot 30 vjet nuk ka thirrë ezani që unë përveç se unë kam qenë në xhami. Waki' ibn al-Jarrah ka thënë Imam A'mash 70 vjet nuk i ka ikur tekbiri fillestar i namazit. Thot Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Imam A'mash ka qenë prej ibadetxhive të cilët kanë qenë shumë të kujdesur për kryerjen e namazit me xhamat dhe për arritjen në safin e parë. Do thotë gjitha këto transmetime prej selefëve, të cilët pretendojmë se i ndjekim, tregojnë dallimin e madh mes gjendjes tonë dhe gjendjes së tyre. Në bërjen e ibadeteve, në kryerjen e obligimeve dhe në bërjen e nafileve. Kurse sa i përket ruajtjes prej mëkateve, largimit prej mëkateve dhe gjunaheve, atëherë nuk ka dyshim se kjo është çështje shumë e qartë. Do të thonë ata kanë qenë shumë të ruajtur, shumë të kujdesur, edhe kanë qenë shumë të larguar prej gjunaheve, pasi e kanë kuptu se përmendja Allahut me gjuhë është çështje e mirë. Mirë po, më mirë se kjo është përmendja Allahut me zemër, kur vjen mëkati, kur vjen, do të thënë, gjendja kur mund të biesh në mëkat, ta përkujtosh Allahun me zemër dhe të largohesh prej mëkatit, siç ka thënë Mejmun ibn Mihran. Edhe për gjithë ju është i njohur hadithi edhe tregimi për 3 veta që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që transmetohet nga Nafi, nga Ibn Umar radhiyallahu anhuma, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, përderisa kanë qenë 3 veta prej një populli para jush, kanë qenë duke udhëtuar, edhe i ka zënë shiu, janë strehu në një shpellë. Pastaj i është mbyll hyrja e shpellës dhe ata kanë thënë me zveti, wallahi nuk ju shpëton prej kësaj vështirësie asgjë përveç se sinqeriteti. Prandaj secili le t'i lutet Allahut me atë që mendon se e ka bërë me sinqeritet. Edhe kanë thënë të tretë, kanë përmend nga një vepër dhe janë lutë Allahut subhanahu wa taala. I treti ka thënë, o Allah, ti e di se unë kam pasur një kusurir, do të thënë vajzë xhaxhaj, të cilën e kam dashur shumë, ka qenë më e dashura për mua se gjithë njerëzit, ose në transmetim tjetër thot e kam dashur siç i duan burrat gratë, edhe jam mundu, do të thënë, t'i afrohem asaj, mirë po ajo ka refuzu. Pastaj thot se ka ardhur një vështirësi dhe ajo ka ardhur të më kërkoj mua pasuri dhe unë i kam dhënë 100 dinar, do të thënë të ardh. Pastaj i ka thënë, do të thënë, t'i jap këto nëse ma lejon veten tënde. Atëherë ajo më ka leju dhe derisa unë e mora pozitën siç e merr burri prej gruas, atëherë ajo më tha, ittaqillaha wala tafudda al-khatam illa bihaqqi. Do të thënë, frigoju Allahut dhe mos e thyej unazën ose vulën përveç se me hak, do të thënë që është martesa. Atëherë thot u largova prej saj dhe ja lash pasurinë, edhe thot, o Allah, nëse ti e di se këtë e kam bërë vetëm nga frika prej teje, atëherë na largo prej kësaj vështirësie dhe atëherë shpella është hapur dhe kanë dalë, do të thënë, duke ecur. Ky përkujtim, do të thënë, nëse të kujtohet Allahu dhe madhëria e Allahut në momentin e mëkatit dhe largohesh prej mëkatit, ky është përkujtimi edhe përmendja më e madhe, siç ka thënë pra
Mejmun ibn Mihran, është më mirë, do thot përmendja Allahut me gojë është shumë e mirë. Mirë, po ky lloj përmendjes është përmendja më e mirë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, o mëkatar, thot mos u ndjej i sigurt prej pasojave të mëkatit. Edhe ajo që vjen pas mëkatit është më e madhe se sa mëkati të cilin ti e bën. Thot mungesa e turpit prej atij që e ke në të djathtë dhe atij që e ke në të majt, do të thënë me lajkeve, kur ti e bën mëkatin dhe nuk turprohesh prej tyre, është më e madhe se sa vetë mëkati. Pastaj thot kur ti qesh, edhe pse e di se çka mund të bëjë Allahu ty, do të thënë kur qesh me mëkatin, kjo është më e madhe se sa vetë mëkati. Kur gëzohesh me arritjen e mëkatit që e ke dasht, është më e madhe se sa vetë mëkati që e bën. Kur piklohesh, pse s'ke mundur të arrish një mëkat, i cili të ka ikë, do të thënë që e ke dasht, ky piklim është më i madh se sa vetë mëkati sikur ta kishe bërë. Kur friksohesh prej erës që ta lëviz perden e derës, është do të thënë kur je duke bërë mëkat, kjo frikë është më e madhe se sa vetë mëkati. Edhe thot zemra jote nuk lëviz prej shikimit të Allahut, kur këtë do të thënë nuk ke frikë në zemër se Allahu të shikon, edhe friksohesh nëse të shikon dikush prej krijesave, kjo është më e madhe se sa vetë mëkatin që e bën. Pastaj thot mirë ti, a e di cili ka qenë mëkati i Ejubit alayhis salatu wassalam, për të cilin Allahu e ka sprovu me sprovë të rëndë në trupin e tij dhe në pasurinë e tij. Do të thënë që ka qenë i smur për vite të gjata, edhe i ka humbur pasuria. Ka thënë mëkati i Ejubit alayhis salatu wassalam ka qenë se një i dobët i ka kërku ndihmë të cilit i është bërë padrejtësi, do të thënë një i dobët i është bërë padrejtësi atij dhe ka kërku ndihmë, kurse Ejubi nuk e ka ndihmuar. Edhe, do të thënë nuk ka urdhëruar për të mirë dhe nuk e ka ndaluar padrejtësinë. Atëherë Allahu e ka sprovu me këtë sprovë të madhe. Pra, mëkatet të cilët ndoshta ju ka kalu hadithi i shefatit, ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjendjen që e përmendëm më herët në pritjen me ukif përpara gjykimit, dhe njerëzit shkojnë te pejgambert që të kërkojnë të ndërmjetësojnë tek Allahu, shkojnë te Ademi alayhis salam, pastaj te Nuhu e kështu me radhë, edhe secili justifikohet edhe thotë se unë kam bërë një mëkat, kurse mëkatet e tyre, nëse i dim se cilat janë, ato për botkuptimin ton janë asgjë, kurse ajo që e bëjmë ne, edhe këto që i ka përmend Abdullah ibn Abbasi, që janë shumë më të mëdha se sa vetë mëkatet. Për kujtimi i Allahut në momentin e mëkatit është, do të thënë, prej shenjave të imanit. Ka thënë Allahu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Do të thënë, besimtarët të vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu, zemrat e tyre tronditen. Pra, në momentin që përkujton madhrinë e Allahut, friksohet njeriu, besimtari i vërtet, dhe nuk ka mundësi që ta ketë ndërmend Allahun edhe të vazhdoj në mëkat. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana, dhe kur i lexohen fjalët e Allahut, atyre ushtohet imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe tek Allahu mbështeten. Po ashtu ka thënë Allahu, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim. Do të thënë ata të cilët kur e bëjnë një të keqe ose i bën padrejtësi vetes, e përkujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, edhe kush është ai që i fal gjunahet përveç Allahut. Thot walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, do të thënë ata nuk këmbgulin, nuk vazhdojnë në gabimet që i bëjnë, duke e ditur se janë gabim. Pashtu thot Allahu, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum, do të thënë
prej cilësive të besimtarve, thot ata të cilët kur përmendet Allahu u dridhet zemra, edhe ata të cilët janë durimtar në sprovat që i godasin, wal muqimis salah, edhe ata të cilët e kryejnë namazin në formën e plot, wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe prej asaj që ne i kemi furnizuar ata japin. Gjithashtu selefët e kanë ditë se gjunahet janë plag, do të thënë sikur lëndime, si lëndimet që janë trup, edhe gjunahet janë lëndime në shpirt, edhe në iman, janë plag. Por ndonjëherë, ndonjë plag mund të godase në një vend që e vret njeriu. Do të thënë ndonjë plag është vdekje prurse. Ka thënë Ibn al-Qayyim rahimahullah, këta imamllar prej sahabeve dhe prizve të fesë i kanë kuptu dhuntit e Allahut, prandaj i kanë falenderu ato. Edhe thot, si cila dhunti që nuk të afron tek Allahu, ajo është sprov dhe nuk është dhunti. Prandaj mundohuni që dhuntive të Allahut të përgjigjeni me bërje të ibadetit, edhe me shfrytëzimin atyre dhuntive në gjëra që ju afrojnë tek Allahu. Përndryshe, mungesa e kësaj është mos falënderim dhe përbuzje e të mirave të Allahut subhanahu wa taala. Pra, të mirat e Allahut duhet të kthehen me falënderim dhe jo me përbuzje dhe mohim. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, unë mendoj se njeriu e harron diturinë të cilën e ka mësuar për shkak të një mëkati që e bën. Pra kur njeriu mëson diçka prej diturisë dhe prej udhëzimit dhe vazhdon të bëjë mëkate, atëherë nuk është çudi që ajo dituri dhe ai udhëzim i largohet. Prandaj duhet ta dimë se shpirtrat kanë nevojë për mirëmbajtje. Kanë nevojë që vazhdimisht t'i kontrollojmë dhe t'i pastrojmë, t'i ndreqim aty ku janë prishur, t'i pastrojmë nëse i ka rënë ndonjë njoll atyre, pra vazhdimisht t'i mirëmbajmë dhe të kujdesemi për shpirtin ton, që ta kemi më të ruajtur udhëzimin ton. Ka thënë Hasan al-Basri, nufusukum matayakum. Do të thonë shpirtrat e juaj janë si mjetet e udhëtimit. Do të thonë ato i keni mjet e udhëtimi. Edhe ka thënë fa aslihu matayakum tablughkum ila rabbikum. Pra mirëmbajini mjetet e udhëtimit që të arrini deri te Zoti juaj. Imam Ahmedi ka thënë askush nuk është i sigurt se mund të shikojë një shikim edhe për shkak të atij shikimi të shkatërrohen të gjitha veprat. Do të thonë ka mundësi njeriu edhe nëse është i kujdesur, mirë po një herë e lëshon shikimin e tij aty ku e zemron Allahun, edhe për shkak të kësaj i asgjësohen veprat edhe i devion zemra. Sa e sa njerëz kur veçohen në vetmi e lëshojnë shikimin në atë që e ka ndaluar Allahu edhe dëgjimin e tyre në atë që e ka ndaluar Allahu, jo vetëm në aspektin e mëkateve të moralit, por sidomos në aspektin e bidateve dhe devijimeve. Ka shumë prej njerëzve, sidomos me këto rrjetet sociale, që nuk kujdesen për udhëzimin e tyre. E lëshojnë, do të thonë, shikimin edhe dëgjimin në atë që e ka ndaluar Allahu në devijime të ndryshme, në dyshime, pastaj ndoshta një shikim, një lexim i një fjale të njerëzve të devijuar ndikon në zemër, edhe futet, i lëshon rënjët në zemër, edhe shumë vështirë që të shkulet ndonjëherë, por vetëm përparon, sikur ai kanceri i cili depërton edhe i lëshon rënjët, edhe vazhdon pjesët e trupit një nga një t'i haj, kështu edhe dyshimet e devijimeve vazhdojnë të përhapen derisa t'i largohet njeriu krejtësisht udhëzimi. Prandaj, siç ka thënë një poet, idha ma khalawta ad-dahra fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu, do thotë kur të mbetesh vet ndonjëherë, mos thuaj tani mbeta vet, por thuaj un kam një mbikëqyrës. Vazhdimisht Allahu është mbikëqyrësi yt, vazhdimisht ke në shoqëri dy melajke të cilët
janë të kujdesshëm për çdo lëvizje dhe çdo fjalë që e thua, çdo vepër që e bën, e shënojnë. Allahu i ka quajtur kiramun katibin, do të thonë që janë shënues fisnik të ndershëm. Ka thonë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dhe çdo fjalë që shqipton njeriu ka një mbikëqyrës shënues preciz. Prandaj njeriu mos të mendoj se ndonjëherë është i lirë prej mbikëqyrjes. Ka thonë Bundar, thotë më ka tregu imami i kohës së tij, Yahya ibn Said al-Qattan, te i cili kam shku për 20 vjet me radhë, do të thënë vazhdimisht kam shku në mësimet e tij rregullisht, edhe në takimet e tij, edhe vazhdimisht kam marrë dije prej tij. Thot wama adhunnuhu annahu asa Allah qat, edhe nuk besoj që ai ka bërë ndonjë mëkat në jetën e tij. Thot këta janë selefët të cilët ne i pasojmë, prandaj duam që selefit të jenë si shembujt e këtyre. Do të thënë si këta shembuj, si Imam Ahmedi, si Yahya ibn Said al-Qattan, si Hasan al-Basri, do të thënë këta janë selef. Edhe selefët e tyre që janë sahabët dhe prisi i tyre që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta janë shembulltyra jonë, edhe këta duhet t'i pasojmë. Prandaj këta janë bërë koka të udhëzimit, koka të diturisë edhe të mirës. Dhe për në fund vetëm t'ju përkujtoj për një fjalë të Ibn Qayyimit rahimahullah, që ka thënë në El Fawaid për rezultatet e mëkateve. Do të thënë pasojat që i sjellin mëkatet. Ka thënë qillatu tawfiq, do thotë mungesa e suksesit. Wa fasadu ar-ra'i, edhe mendimi i gabuar. Do thotë nuk është nga mëkatet njeriu nuk ja qëllon me mendimet e tij. Wa khafa'u al-haq, edhe i fshihet e vërteta. Wa fasadu al-qalb, prishet zemra. Wa khumulu dhikr, dobësohet memoria. Wa ida'atu al-waqt, humb koha. Wa nufratu al-khalq, largohen njerëzit. Wal wahshiyya bayna al-'abdi wa bayna rabbih, edhe mes robit dhe Zotit të tij ka një do thot mos knatësi. Pra edhe robi largohet prej Allahut dhe Allahu e largon atë. Wa man'u ijabati ad-du'a, edhe pengohet përgjigjja e lutjes. Wa qaswatu al-qalb, ngurtësohet zemra. Wa mahqu al-barakati fi ar-rizqi wal-'umr, dhe nuk ka bereqet në pasurinë dhe jetën e tij. Wa hirmanu al-ilm, privohet prej dijes. Wa libasu adh-dhul, i mvishet postrimi. Wa ihanatu al-adu, do të thënë armiku e postron e nënçmon. Wa diqu as-sadr, gjoksin e ka të ngushtuar. Wa libtila'u bi qurana'i as-su alladhina yufsiduna al-qalba wa yudayyi'una al-waqt, dhe sprovohet me shok të këqij, të cilët ja prishin zemrën dhe ja harxojnë kohën kot. Wa tulul hammi wal gham, edhe brengat dhe piklimet janë të gjata. Wa dankul ma'isha, jeta i bëhet e ngushtë. Wa kisaful bal, edhe gjithashtu do të thënë mendimi i tij është si i mbuluar. Thot të gjitha këto të tawalladu min al-ma'siyati wal-ghaflati an dhikrillah. Të gjitha këto burojnë nga gjunahet dhe largimi prej përmendjes së Allahut. Kema yatawalladu az-zar'u anil ma, këto mbin, do të thënë prej gjunaheve, këto rezultate siç mbin bimët prej ujit, wal ihraqu anin nar, edhe siç mbin djegja prej zjarrit. Wa addadu hadhihi tatawalladu an at-ta'a, kurse të kundërta të gjitha këtyre mbin nga ibadeti, nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e lusim që të na bëj prej robërve të tij të devotshëm dhe të na bëj prej atyre që janë të ruajtur prej zemrimit të tij me ndihmën e tij dhe me mëshirën e tij. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.